Për marrë shani një djali, një profesorit ose një asuntarit, vjen shumë ma edukumë, me thonë, vjen ma i qetë. I shoh këta që vinë pak që janë ma high class, me thonë, edhe për shkak kohës internetit, do me thonë rezultatet i dojnë shumë shpejt, se shofin, do me thonë çdo rezultat, jo veç fitness, e dojnë një kerë ma të shpejt, e dojnë një jetë ma loks, nuk dojnë urdhra, nuk dojnë diktatur, ata dojnë dishmëri, dishmërinë e pranojnë shumë. Unë për shkak edhe profesionit, po edhe si prind, o të mnimu shumë dy aspektet. Normal është çdo sport, çdo lami tjetës është një moshë caktuar kur ti mundesh me instalu një program ose një kulturë ose një edukat ose një cilësitë e një person. Qoftë sport, qoftë futboll. Do me thonë është mosha caktuar ku ti një 40 vjetë mundesh me luajtë futboll për shembull mirë, për marrë një shembull. E tash këtë aspekt ku nga ndihmu shumë për shkak që me fëmijë duhet me shumë të vegjël duhet me punu. Po çka kompone që mbos edhe të klientëve edhe punës, për shkak që i bona 25 vjet punë, do me thonë që kom 13 vjet kontakte ta në kohën me adoleshenta, është që nuk dojnë urdhra, nuk dojnë diktatur, ata dojnë dishmëri, dishmërinë e pranojnë shumë. Për shembull, unë kam një djalë të profesorit ose të asuntarit që ushtroj, po e kam një djalë një biznesmenit që i ka kushte super high class. Edhe i shoh që kërkesat e tyre janë ndryshe. Për shembull, jeta e tyre që zhvillohet ndryshe. Ai ka tjera gale, ky ka tjera gale. Do me thonën, vjen prej një familjes ku u trajtu me problemet tëve. Për shembull, ata ju trajtu, për marrë shani një djali, një profesorit ose një asuntarit, vjen shumë ma edukumë, me thonë, vjen ma i qetë, vjen me kërkesa ma të pakta, e di që rezultatet janë ma të afatgjata, se do me thonë u instalu prej një periud pak ma gjatë, i shoh këta që vinë pak që janë ma high class, me thonë, edhe për shkak kohës internetit, do me thonë rezultatet i dojnë shumë shpejt, se shofin, do me thonë çdo rezultat, jo veç fitness, e dojnë një kerë ma të shpejt, e dojnë një jetë ma loks, për shkak që janë të ekspozuar shumë qasit internetit dhe menojnë që çdo sen që shifet është realitet. Atë do me thonë, na deri frek edhe gjenerata jam e kena di që spotet, kër ju më botë këngëtarve, i këtë kjerët dhe çdo sen që i shkon loks, i shinkon ato me qirasës, i shinkon të vetat. Do me thonë shumë vonë e kena di që na, ka dalë se ta nuk pas kanë diçka personale, dhe në shumica ku kanë të i marrë me qira. E do me thonë instalimi i qasjeve është që na do me rezultate shpejta. Do me thonë çdo sport, edhe kër i na bo kampion, edhe kër i kini rezultat, do me thonë me mërin një qëllim, ti dush me di që ka me shku 2-3 vjet, aja periudhë ku ti dush me pregadit, më konë shumë i fort për me mëri që qëllim. Edhe adoleshenta është një sport, muj me cekë veti, po është një sfid, edhe për prind, edhe për vetë grupë moshe që janë caktume, për shkak që do me thonë dojnë senet shpejta, po tregova, do me thonë në si prind, edhe që më një mënë ndaj personat që kam kontakte me ta, është që mënona me pas ndjeshmërit e ta. Për shembull, nëse një djali i klasës në shkollë, ku i kam fëmijën, e blen një PlayStation 5, edhe ku është shumë e kushtueshme, tash normal që ka më kërku aja të nasë, edhe është një farë hec me kohën. Për shembull, nëse ti nuk din me qas një pajisjet, edhe rrethi nuk të merr me veti. Po qa është e mira që do shmë konë ndjeshmëri, do shmë i tregu që monës më bo kjo, po do të më bo mas një 5 mujve, për shkak që bavi ka shpenzime, kena me pagu rrymen, kena dësa në primari, ka me ta pagu një kurs, ose një shkollë muzikës që në të shku, ose kena me bli një instrument muzikor. Do me thonë, gjithmonë do shmë konë shumë i ndjeshëm, ndaj thmive, edhe ndaj tëve grupë mosha, për shkak që këta ndjeshmërinë e njofin shumë. Do me thonë, nëse ti edhe nëse qanë para tëve, si prind është shumë mirë, për shkak që fatmirësisht unë i kam djale vajzë, binakjan, edhe shoh kur diskutoj me njërin, edhe ja nisi pak më anku në atë aspektin që e tregoj një realitet, ose që shka na jetu në akon tonë, që ka dalë se na si kena pas këtë këto gjana që ju pikeni tash. Ju i një ma mirë, gjdo herë, gjdo ditë ma mirë, e shoh që në asë gjysore, për shembull vajza, zakonisht vajza është aja motra si ma e madhe që është nër mamin që i mon kontrol gjanat, e shoh që e qërton ashtu në atë aspektin, pse e bone, për shembull më një që ashtu, pse e bone me folë qatë temë, adin babi gjëna, ose diçka pa marrë parasysh për naj sfid, ose diçka që e cekmi. E kështu që i u shalut edhe prind me pas shumë një komunikim qënosh, me lo me eksploru, për shembull djalin, vajzën, po gjithmonë një komunikim shumë të pastërt,
edhe shumë ndjeshmëri, jo diktatur, jo kufizime kështu të cekta, kjo zban, kjo dhët. Unë menoj kështu.